Dhe do të vijojmë programin për të folur sot për një fenomen i cili po hyn gjithmonë më thellë në jetën e shqiptarëve, siç është kredia. Dikur njerëzit merrin hua për të blerë një shtëpi, sot disa marrin kredi për të mjetuar deri në fund të muajit, të tjerë për të hapur një biznes, për të blerë një makinë, për dasëm për shembull, madje edhe për pushime ose për një telefon të ri, siç ka dalë moda tani, dhe këtu lind pyetja e madhe. Tani, apo i përdorim kredit për të ndërtuar të ardhmen, apo po hipotekojmë të ardhmen për të përballuar të tashmen? Kur një familje detyrohet të marrë kredi për të paguar faturat, kemi të bëjmë me një zhvillim ekonomik apo me një alarm social? Ose kur një i ri, për shembull, hyn në borxh në fillim të jetës tij, tani varet si e shef, po investon te vetja apo po futet në një kurth financiar nga i cili i duhet vite për të dalë. Pra, sot nuk është ideja për të folur për numra, për interesa, kontrata etj. Do flasim për realitetin shqiptar, për borxhin, frikën, ëndrat dhe bendimet që mund ndryshojnë jetën e një familje për dekada. Dhe pikërisht për këtë ne kemi të ftuar në studio Silvana Gërxhanin, e cila punon në bankë dhe është ekspert e kredie. Silvana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E bëran që të hyrën e gjatë me idenë, domethënë për të parë për çfarë merret kredia. Dhe vërtet, domethënë ju punoni në bankë. Po. Keni kaloni në, s'po them në ditë, po them në muaj apo në vite, lloj personash të cilët kërkojnë kredi që nga bizneset e tjerë. Cilat janë arsyet kryesore që i shtyn njerëzit për të aplikuar për kredi? Dinamika e qëllimit kredis ka ndryshuar ndër vite. Vërtet është vërtet që aktualisht kreditohen për shumë qëllime konsumatori. Në fillimet mbetet kryesisht kredia për shtëpi. Shtëpi të parë, ka qenë një boom 2019 deri në 2025, ka qenë shtëpi e parë, shtëpi e dytë. Pra ka pasur, sepse ka pasur shumë faktorë që kanë ndikuar. Dhe normalisht dhe mirëqenia ka qenë rritur dhe domethënë kanë ndikuar shumë faktorë. Jo, ideja është kjo domethënë. Por shqiptarët marrin më shumë kredi sepse po pasurohen dhe po investojnë, apo sepse nuk po arrin dot të mbulojnë jetën me të ardhurat që kanë. Mendoj që ne po arrim në atë stadin që Evropa ka qenë që në vitet 80. Pra në Evropë buy now pay later ose bler tani dhe paguaj më vonë me këste, ekziston që në vitet 80. Pra ne jemi duke kaluar stadet tona, stadet ekonomike të gjitha, dhe normalisht që sistemi bankar ka ndikuar dhe është përshtatur kërkesës konsumatore me të gjitha produktet. Pra, nëse unë do të kërkoja për shembull të identifikoja hallin e madh kombëtar që po çon më shumë njerëz drejt bankave, cili do ishte? Shtëpia, besoj. Halli i madh është shtëpia patjetër. Të gjithë kemi një kredi për shtëpi. Kështu që ajo është nuk është hall më shumë se sa është investim, sepse ka njerëz që zgjedhin të jetojnë me qira gjithë jetën, por njerëzit që duan të ndërtojnë sidomos fasha 35 deri në 50 vjeç. Kjo është goxha në botë ka qenë dhe është në modë, kjo jetesa në kredi. Po. Më fal, me qira, është goxha në modë dhe në thelb ne jemi shumë të lidhur pas plaçkave. Prandaj ndoshta kërkojmë më shumë për të blejmë shtëpi që ta lëm kalamajve, ndoshta kalamajt e dim shumë që do ikin. Po megjithatë prap ti lë diçka fëmijëve. Është kjo, ekziston akoma të neve. Po ekziston kjo, por është edhe pjesa tjetër që duke parë që në sistem bankar interesat domethënë kanë rënë dhe ne jemi përafruar shumë pjesës tjetër europiane, kur mund të paguash interesa më të ulta, pse duhet të paguash qira që i humbet. Por është edhe një farë investimi, nuk është vetëm ka ikur tani ai mentaliteti vjetër që ka qenë ti lë diçka fëmijës më shumë. Jo, s'ka ik, jo. Shpresoj. Jo, s'ka ik. Megjithatë është investim. Për mendimin tim është dhe investim. Sepse paguam më pak interes. Tani, duke qenë eksperte në këtë zanat, mund të mbushni mendjen në të dy anët. Pra, nëse unë, për mua do ishte më mirë të jetoja me qira, për shembull, ju arrini të mbushni mendjen. Po, sepse argumentoni 1, 2, 3, 4, 5. Nëse unë do blija shtëpi, ju prapë më mbushni mendjen. Pra, që do thotë, e kam në sensin e mirë të fjalës. Po. Ndaj mendjen ti çfarë do bësh? Klientit. Gjithmonë është një vendim, po tani banka është bërë më shumë këshilltar, nuk është më, prandaj thash që ka kaluar në shumë stade. 30 vitet më parë që nga hapja e bankës parë private dhe deri tani kanë kaluar shumë stade. Është konkurrencë normal. Jo, dikur kredia ka qenë privilegj. Pra nuk ka qenë aq e thjeshtë merri të kreditohej dikush.
Bankat ju përshtatën normalisht sistemit dhe tani janë bërë këshilltar. Pra në momentin që dikush kërkon të investojë, në rast se do të marrë një shtëpi, po marrë një shembull konkret. Në rast se do marrësh një shtëpi me qerat që kushton 900 euro në muaj, të cilat ti i ke të humbura praktikisht, dhe ke përballë një zgjedhje tjetër që do marrësh një kredi ku interes gjithë kosti mujor është 900, që është i përbërë nga interes dhe detyrim ndaj bankës, absolutisht që të leverdis më shumë që të marrësh, po ta blesh patjetër. Sepse interesat janë më pak se sa qeraja që ti humb. Kjo për sa i përket shtëpisë. Ndërkohë, apo shohim tani në për tavolinat e bankave gjithmonë më shumë qytetarë që nuk marrin kredi për të ndërtuar diçka, por thjesht për të mbushur boshllëqet financiare të muajit. Kanë ata që hynë të risku? Atëherë, te pjesa është filtruar shumë kjo pjesë. Këto mund të kenë qenë në vitet e mëdha të krizës, që pas krizës, 2008 deri në 2014-ën, pra u has fenomeni, ky lloj fenomeni i vështirësisë. Por bankat janë shumë sofistikuar në këtë pjesë, ka scorecard, ka matje risku, pra nuk, domethënë, nëse të ardhurat nuk mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet e tua dhe bëhet një analizë shumë e detajuar për këtë, nuk kreditohesh. Jo, se këto të ardhura mund të kem unë sot që ne flasim, pas nesër si kam. Absolutisht shihet edhe kozgjatja, Një nga kriteret është edhe kozgjatja. Ke një lloj sigurie tani se sot je nëse si je. Domethënë sot je mirë. Absolutisht. Je bosi, je njishi. Pas nesër i laps fat, hajde. Absolutisht. Tani, sa alarmante është kur një familje merr kredi për të paguar kredi të tjera, se edhe kjo është një 3 raste di unë. Po 3 janë pak, sigurisht, po se disa mund të ketë për banka. Për të paguar kredi të tjera. Merr kredi për të paguar kredi të tjera. Kredi të tjera për çfarë? Pra ka mbyllur kredi sepse kërkonte një shtesë kredi apo ka mbledhur disa kredi në një? Sepse ka disa fenomene. Në 2 banka un kam kredi. Po. Vite juve dhe marr një kredi edhe për të mbyllur ato që kam. Për të mbyllur ato dhe për të marrë një shtesë. Po, ndoshta marr, ndoshta s'marr. Po në rast për të mbaruar muajin, po. Për të mbaruar muajin është vështirë që banka ta kreditojë. Megjithatë, për të mbyllur 2 kredi në një bank, nëse të leverdis më shumë të marrësh në një bank tjetër dhe të marrësh dhe një shtesë, prapa ajo është zgjedhje e klientit. Domethënë, asnjëherë banka nuk e shtyn klientin në lak. Atë e di unë, po problemi është nuk e shtyn në lak. Të erdhi data do paguash kredin. Po, patjetër. Atëherë vitet unë, dhe them, më nevojitet konsumatore, sa është 30 miliona, kujt sa e keni ju, e ti ma lëvron. Dhe unë mbyll ato, tjerat, ndërkohë futem te juve. Pra, e di ku dua dal tamam. Dikur kredia, okay, e pranoj, këtë për shtëpinë, për prona, për biznesin e marr vesh. Tani, sot dëgjojmë kredi për makina luksi, telefona, pushime, për dasma, pse jo? Pra, pyetja është, apo krijohet një kulturë jetesës mbi para që ne nuk i kemi? Atëherë, Aldo, për të qenë sinqert, ne këtë kulturën e jetesës mbi para që nuk e kemi shekullore. Sepse kanë ekzistuar, dikur nuk ekzistonte sistemi financiar, ekzistonte familjari, që ti merrje borxh për një dasëm për të përfunduar një shpenzim imediat që nuk ta përballojnë pagat. Eksakt. Kishte ato llotaritë e famshme, kanë qenë kambialet jashtë shtetit, në Itali dhe shtati. Pra, sistemi i të marrit borxh për një investim që është më i madh se sa ai që ti ke aktualisht, ekziston ndër shekuj. Pra ka ekzistuar gjithmonë. Sistemi bankar e ka rregulluar dhe në një farë mënyre e ka edhe minimizuar riskun e rikthimit të këtyre fondeve, sepse familjarit nuk edhe mund të mos ia kthesh, pra edhe të futesh në problematika të tjera. Banka është ajo që të ka rregulluar në këtë, por duhet të theksuar diçka që nuk është tendencë e bankës të rrisi numrin e kredive të këqija. Jo e bankës. Unë po them njerëzit që vinë në banka. Po pra, po njerëzit vinë në banka, po ka edhe një sistem frenimi. Banka ka sistemin e vet të frenimit në këtë rast. Ka scorecard, ne jemi digitalizuar tani, nuk është më koha. Çfarë është scorecardi? Scorecardi është ai që është pikëzim, pra është pikëzimi i riskut. Është njësoj si patenta. Në rast që të hiqen pikët, në rast se ti ke gabime apo ke shkelje të mëpërparshme. Kështu është edhe puna e scorecardit dhe më tromb fakti që ka njerëz që kërkojnë kredi për të ruajtur statusin social që realisht nuk e përballojnë dot. Kjo më tromb shumë. Atëherë, pra atë statusi. Sepse kjo ju i keni gjitha masat e frenimit, e di unë. Por në popull në njerëz kjo përhapet. Kështu, status social është gjigare e madhe. Prit se jemi sot 10 qershor, shihim çfarë do bëhet për rigusht, andi nga jugu. Me plazhet e me gjërat e me pafund. Dhe përhapet kështu si vaj në lakra.
Okej. Kjo pjesa që më tërën mua. Atëherë, Jo te banka, dhe një po them, po te konsumi, pra, kush vjen te banaku. E kuptoj. Ti ke te kërkesa. Po sigurisht, ajo është Kërkesa, po ka shumë produkte bankare që e plotësojnë atë kërkesën tani. Janë kartat e kreditit, pra kredia konsumatore tashmë, për këtë pjesë të luksit pothuajse ka dalë jashtë loje. Sepse janë kartat e kreditit, domethënë bile kemi lançuar karta Mastercard World Elite, që do të thotë është një kartë luksi që domethënë mund të kesh 10.000 euro brenda dhe të paguash pushimet dhe e kthen me koste njësojsi. Pra ka kategori klientësh dhe ka produkte për çdo kategori klientësh. Cila është kredia që juve vetë ju shqetëson më shumë si eksperte e kësaj pune? Ajo për investim apo ajo për konsum? Që më shqetëson më shumë. Realisht, ajo për investim, nëse investimi është planifikuar mirë, është një kredi që sjell të ardhurat të dyja palëve, është partneritet. Po dhe kredia për konsum nga ana tjetër, në rast se sistemi frenimit funksionon ashtu siç duhet funksionoj, pastaj thash, sot janë automatizuar shumë gjërat, Aldo, sa që kredia për konsum nuk lihet më në gjykim njerëzor. E qartë. Ne kemi një sistem origjinimi të kredive, i cili për 20 minuta të krediton kredi në llogarinë tënde pa ndërhyrje humane, sepse është i automatizuar. Ose nga aplikacioni bankar, bën aplikimin për kredi në 7 minuta e ke kredi në llogari. Pra nuk është më janë ai scorecardi që thash, ai pikëzimi, sistemi pikëzimit është bërë aq i sofistikuar sa që nuk është më nuk e shohi më problematike kredin konsumatore. Çfarë menaku kam? Një çift i ri që merr kredi, le të themi 30 vjeçar, as 25, ku i sa është maksimumi. Po blen një pronë apo po firmos një kontratë që do ta kushtojë jetën për dekada. Varet sa dashuri kam mes tyre. Jo, atë e diun, po vetë për shtëpinë. Kjo është pjesa. Tash ideja është prona është gjithmonë pronë. Pronës i rritet gjithmonë vlera. Të paktën në Pra sado vështirë ta ketë ai për ta përballuar. Po, pronës i rritet gjithmonë, prona është investim, se në rast se nuk arrin të përballosh një kostë shumë të lartë kredie, jep pronë, nëse një pronë e ke në një zonë të mirë, e jep me qira, merr të ardhra më të larta dhe vetë spostohesh në një zonë që është me një qira më të ulët. Pra ka zgjidhje. E kuptoj. Më 13 fakti njëkohësisht që sa të përgjegjshëm janë njerëzit që nënshkruajnë kontratat konsumatore apo investime currency, sa të përgjegjshëm janë ata që nënshkruajnë. Pra e din çfarë ndodh? Absolutisht po. Paktën, domethënë banka e bën qartë. Ajo patjetër banka e bën qartë, po domethënë është ka shumë njerëz që nuk lexojnë kontratën. Eksakt. Dhe ky ka qenë një problem. Gërç i madh. Ka qenë një gërç, por thash jemi në epokën e digitalizimit tani. Nuk besoj që ka njerëz që Më fal, po edhe këtu. Next pa lexu, thotë lexo kushtet ajo, next, edhe këtu edhe në celular, çfarë një gjësh. Po kushtet e përdorim patjetër. E pastaj thotim se më vjen notification. Po pra, po te kjo pjesë pastaj është thash jemi epokë digitalizimi. Kur klienti thotë nuk e dija, është mungesë, domethënë informacione apo mungesë përgjegjësie personale? Nuk e dija. Atëherë. As e dija këtë unë. Për shembull, do të mbyllësh kreditin, po të paguash kaq. Sipas asaj që ke firmosur, po nuk e dija këtë. Po jo, përgjithsisht i sqarohet që në fillim. Mirë, përgjithsisht e diun, po. Sqarohet që në fillim. Dua të trëm njerëzit për ta lexuar të që punon shumë. Absolutisht po. Ky është Dakor, se merrni vesh një noter, një avokat, një drejt, një fitan, merrni me vete, si thot banka gjë, për ta lexuar atë që shkruhet. Për mendimin tim edukimi financiar duhet futet që në shkollat e mesme. E kuptoj. Tani me pyet për kredit çfarë nuk ka. Cila është kredia më e çuditshme që ne se kemi dëgjuar ndonjëherë? Deri te celulari kam dëgjuar. Dasmën po, shkollën e fëmijëve po, operacione ndërhyrje shëndetësore po. Ka në gjë që apo pa përmend emra sigurisht. Absolutisht nuk di. S'më shkon mendja. Nuk më shkon mendja sepse përgjithsisht nuk kemi pranuar kërkesa shumë çuditshme. Kërkesa apo kredit aprovuara? Jo, kërkesa, po ta aprovuara diun që duhen Po kërkesa ka qenë kjo pjesa që thoni juve që kam do mbyll muajin, mbyll fundin e muajit dhe më duhen 300.000 lekë vjetra. 30.000 lekë. Kështu që ka pasur edhe nga këto. Por shumë vite më parë thash. Është qartë. Aktualisht është minimizuar shumë. Tani, nëse do kishe përballë djalin apo vajzën tënde, 25 vjeç, ta zëm. Dhe ata do i thonin, dua të marr një kredi.
Cila është e pyetja e parë që do i bëj ti vetë përpara se ta firmosin ata? E para, a mendon që në punën që je do qëndrosh gjatë? Asnjë se ditë. Do me thënë, unë këtë do t'i bëja djalit tim, pra ai në vetvete ka një siguri për vazhdimsinë e të ardhrave të tij, sepse e para, në fakt, ajo që unë edhe i këshilloj gjithmonë, edhe bankierët më të rinj që vinë, është sjellja kredimarse. Sjellja e kredimarsit. Pra pyetja tamam që do i bëja është, a do ti ta paguash këtë kredi? Sepse një kredimars që në një moment ka një vështirësi të ardhurash, do t'i gjej të ardhurat dhe do e paguaj kredin. Një kredimars që nuk do ta paguaj kredin, edhe s'po t'i ketë ardhurat, nuk do ta paguaj. E qartë. Pra, ajo që do t'i bëja pyetje djalit tim kur të rritet, është a do ta paguash kredin? Pra, a ke ndërmend ta paguash? Pastaj gjithë tjerët dhe analizën financiare. Ngeni në mend ajo që thatë juve, që domethënë shumë njerëz kanë përshtypjen që nuk kanë shumë nevojë për kredi, por kanë nevojë për këshillim financiar. Dhe ky është një hall i madh që ekziston, sepse po erdhi te banaku i bankës, iko ajo, o miratohet ose s'miratohet, dy rrugë janë. Ndërkohë për këshillim financiar është tjetër gjë. Kjo duhet para se të shkosh në bankë. Pra, ju thoni që ka raste ku më mirë ja vlen të marrësh kredi sesa shtëpi, po ka dhe raste që më mirë merr shtëpinë, që ke një pronë që nesër nuk i diet, sesa kredi. Pra janë dy anë që robi vetë di. Patjetër. Pra dalin tek këshillimi financiar. E dashur unë falenderoj shumë për këtë bisedë mëngjesi, domethënë më tepër tentuam me hap çik syt, sepse e di shumë mirë që po vjen ai muaj korrik dhe gusht, ku gëlojnë këto kredite vogla, që më duhet shpejt, më duhet dje. Apo jo. Edhe konsumatorët, kështu që ta pyesin veten mirë. Shumë faleminderit dhe punë të mbar dhe ju vaftë të mbar.